Ndonë se paramendoi që një ditë do të tregoj, vullnetarisht nuk e bëri. Me ftesë të gjykatës e me propozim të akuzuarit Endrit Nika, doktoresha e urgjencës Blerina Gashi erdhi të tregoj se si e pa Maria Klarën kur shkoi t'i ofroi ndihmë mjekësore. Pasi atë dyshohet se i dashuri i saj Endriti e shtyu nga kati i 6 i një hoteli në Fushë Kosovë, më 1 gusht 2023. Në vendngjarjes u kanë krejt gjama, toka. Kur jemi shku si ekip, ajo ka qenë e vetëdijshme. Kemi bisedu me ta. Më gjatë se në vendngjarje, kjo bisedoi me Marian në rrugës për në emergjencën e Qekukës. Bile tha se përveç emrit, mbi emrit e moshës, i a bëri disa pyetje specifike. Kështu ja ke thonë pyetjen? A ke dashur me u hedh vetë? A ke dashur me u hedhur vetë? Më është përgjigj veç me jo, e kom pyet masneje a të ka shty dikush, prapë më është përgjigj me jo. Kjo përgjigja e fundit duket se i pëlqeu të akuzuarit që bëri lëvizje pohuese me kokë. Por me vazhdimin nuk u pajtua gjyqtari, pasi dëshmitarës nuk ju kujtua nëse janë bërë apo jo disa veprime mjekësore. Dhe ti nëse na thu tash që ti si doktorë që ke pasur rolin kryesor atë nuk kujtuar, kjo është rregull. Kanë kalu 2 vite gjyq. Po shumë 2 vite për një doktoreshe re. Jo vetëm kjo, por trupit gjykues ashtu si edhe avokatit të akuzuarit ju duke habitshme se si mjekja dëshmitare është marrë në pyetje nga policia me 5 nëntor 2025, pasi veç ishte ngritur aktakuza e filloi procesi gjyqësor. Për këtë dha sqarime prokurori ndonse me duar në xhepa. Ky tha se mjekja u verifikua e intervistua tek pasi në një trajnim ku prezent ishte edhe një polic. Kishte dhënë informacionet që i di për rastin e Argentinasës. Kjo ka disa informacione për askush nuk ju ka afru që nga Kjo ka theksu doktoresha. Po, sipas atij policit që është e ka shumë raport. Sipas prokurorit, ka dyshime që po zhvillohet një hetim tjetër që përfshin edhe pjesëtar të tjerë të personelit të emergjencës në Fushë Kosovë. Ka pas dhe indicie, kam thonë me këtë tash folim me dikën tjetër.